drejtësinë pas një vendimi që u bë titull portales dhe fest për disa, drejtësia foli sërish dhe qartë: jam i pafajshëm. Gjykata e Apelit argëzoi atë vendim absurd që më dënoi me 1 vit burg, jo sepse më dha një favor, por sepse pa të vërtetën. Në vërtetë që shumë nuk e kërkuan kurrë, sepse nuk i interesonte drejtësia apo shkatrimi. Ndërsa unë luftoja për të mbrojtur emrin, jetën dhe të ardhmen time, kishte njerëz që qeshnin, kishte sy që ndriçonin nga lajmi i dënimit tim. Madje do thoshin e mori atë që e meriton. Pikërisht sot ndoshta është koha që këta njerëz ta ulin kokën, jo nga frika, por nga vërteta. Sepse kur dëmton një njeri pafajshëm, nuk fiton as drejtësia as morali, por veç urrejtja. Faleminderit drejtësisë që foli, faleminderit jetës që më dha durimin, faleminderit atyre që besuan po as sa unë pafajësinë tënde. Faleminderit gjithëve. Fjala pafajësi nuk është thjesht një vendim, është dinjitet. Faleminderit drejtësisë që foli, faleminderit jetës që më dha durimin, faleminderit atyre që besuan po as sa unë pafajësinë tënde. Faleminderit gjithëve. Fjala pafajësi nuk është thjesht një vendim, është dinjitet.